Albion Marku vendos dje për herë të parë në dispozicionin e trajnerit Silvinho. Mbrojtësi i Partizanit shërbeu për seancën e radhës stërvitore të kombëtares të Shtëpia Futbollit, për të nuk ka aktualisht ftesë në ndeshjet e tetorit. Në marsin e këtij viti Silvinho nuk e njihte Albion Markun. 24 vjeçari luante aso kohë në kampionatin hungarez ku kontribuonte me Giorin. Kombëtarja kishte probleme në linjën e djathtë të mbrojtjes, megjithatë Marku nuk njihej nga stafi aktual edhe pse numëron paraqitje me kuqezinjt në miqësore. Kush është lojtari? Ku luan? Është një lojtar qendre, i djathtë, është qendër i djathtë apo ansor i djathtë? Duhet të respektojmë tranzicionin e lojtarëve. Pas Hysajt dhe Balliut kemi Hadrojin. Hadroj ka bërë një transferim në Ukrainë. Kemi besim te ai. Momentalisht na mungon një lojtar në anën tjetër. Vjen Ali, lojtar te i cili kemi besim, ka bërë 2 europian, mëngjarash i mësuar të luaj, por mungesa e Marios na vë në vështirësi, sepse në të majtë nuk kemi një tjetër që luan me të majtën. Duke marrë në konsiderat punën që kemi bërë, ai që vjen pas Hysajt dhe Balliut është Hadroj, u shprehte Silvinho në muajin mars.